me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Mirë për ata që kur masin, mungojnë, të cilët e marrin masën e plot kur është e marrin vetveten. Kur t'ju masin të tjerëve me litër ose me kandar, ju paksojnë. A nuk mendojnë ata se do të ringjallen në një ditë të madhe të Kiametit, atë ditë kur njerëzit do të dalin para Zotit të gjithësisë? Po, me të vërtetë, libri i mëkatarëve është në Sijgjin. Ata e diti se që është Sijgjin? Ai është libri i shkruar, një ratë ditë për përgënjeshtarët, që kanë mohuar ditën e Kiametit. Atë e mohon vetëm kundërvojtësi, mëkatari i madh, i cili, kur janë lexuar ajetet tona, ka thënë trillime të popujve të lashtë. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija i kanë ndryshur kur zemrat e tyre i kanë nxirr. Jo, atë ditë, me të vërtetë, ata do të jenë të penguar që ta shohin Zotin e tyre. Pastaj, me siguri, do të hyjnë në skterë, do t'ju thuhet nga engjëjt e skterës që kjo është ajo që e keni mohuar. Po, me të vërtetë, libri të ndeshmeve është në Lijin. A e diti se që është Lijin? Ai është libri i shkruar, që e dëshmojnë të afërmit engjëjt e Perëndisë. Me të vërtetë, të mirët njerëz do të gjenden në xhenet, nga divanet, kanapet do të shikojnë. Në fytyrat e tyre do të njohësh freskinë e begative. Atyre do t'u jepet të pinë nga pijet e mbyllura të ruajtura, vula të cilave është mis parfem, dhe për këtë, le të bëjnë gara garusit. Pija do të jetë e përzier me ujin e tesnimit, nga burimi të cilit do të pinë të afërmit e Perëndisë të mirët. Me të vërtetë, mëkatarët qeshnin në jetën e kësaj bote me ata që besonin. Kur kalonin pranë tyre, njeri tjetrit i ja bënin me sy. Kur ktheheshin te familjet e tyre, ata argëtoheshin në formë tallëse me besimtarët. Ata mëkatarët, kur i shihnin besimtarët, thonin, këta, me të vërtetë, janë të humbur. Ata nuk janë dërguar për kujdestarët e tyre besimtarëve. Sot, ata që kanë besuar, do t'i përqeshin mohusit. Nga divanet kanapet do të shikojnë. A janë shpërblyer meritueshëm mohusit për veprat që kanë punuar?